A ki në rol kështu që është rol i andrave për bariton? Çfarë roli është për i roleve matë arrituna dhe matë vështira ndoshta për një bariton me bo? Po, faktikisht, është një rol që e kam andrë me kënu. Edhe për këtë berberin e, dhe më thonë, Sevilës të ishe që është këgja i vështirë, se është këgja në kufi me tenorin, apo? Po, faktikisht. Këgja i vështirë për bariton, këto që i kemi borë në reklamën Bruno. Absolutisht. Ajo është do më thonë, sepse unë jem një bariton, jem pak ma jullë se baritonat që jenë matë nalë. Shambull, berberi Sevilës është bariton shumë ma i nalë, që është interesant se edhe roli kontit është e supozume për baritona pak matë nalë të më këndu. Sepse unë jem hala shumë i ri, mu klasifiku 100% me thonë që jem bas bariton. Mirë po, unë e maj vetën si kur një bariton që është ma i ullët, edhe që për shambull këto rolet kryesisht Mozartit unë i kam gati gjitha në repertor. Ndërsa sa i përket rolit të andrave është Scarpia, roli jam i andrave që e kësha këndu, është Scarpia i operës Tosca. Ai normalisht është për moshën tamë shumë herët, ekstrem herët është tash me marrë me studiu atë rol, po në të ardhmen, shambull, shpresoj që kam në ra rastin e këndu. Ka dhe kështu jo role, po pjesë interesante s'pëdia jo në bariton, për tash si prej kujtesës. Për shumë mundet më konë, është në simfoninë e 9 të Beethovenit ka të mira edhe të Requiemi Mozartit. Dëmë thonë ka role, ka dëmë thonë zona shumë të mirë edhe për pjesë shumë të mirë edhe për bariton. Nuk është gjithmonë fokusit të tenori si të do tjerë. Po, kryesisht tenori është gjithë zonit që e merë vëmendjen. Zoni i nalë, dëmë thonë i mashkullit, baritoni është ma i mesëm, derisa basi është ma i ollë. Po, mande është ndohën këtu edhe në klasifikohen hala ma shumë me zvetja. Po, në grupe. Po, është faktikisht këtu jenë që i përmenjen si oratorio, ose për ndryshë janë edhe si solo, më nëshmi thonë. Jëmë pjesë solo që këndohen shambull të Requiemi Mozartit, është bile bashkë deshta me cekë edhe Mesaja e Handel, që kemi bo tash me Filarmoninë e Kosovës. Këtu jenë si pjesë solo shumë të bukra dhe këtu pa tjetër, po këtu jenë ma shumë me përmbajtje fetare, kishtare. Që në atë kohë kam pasë rëndësi ekstremisht shumë të madhe. Do më thonë, në kohën kër ja ka nisë më zhvillu opera, rëndësia ma e madhe ju ka ja pjesëve kishtare, edhe nuk ju, do më thonë, u konë out of the question, që me thonë, mu bo një operë komike në këtë rast, sepse u konë gjithë shka shumë serioze, ju ka njëpë hapësirë shumë kishës. Po dhe mbretrit, zakonisht këtu në herë, mbretrit i kanë pagu për qiftin e Mozartit, ose të Puccinit, ose të Verdit, ose të Kryuzët maj, i kanë pagu, i kanë komisionu operat e ndryshme për mi bo për mbretën. Dëmë të kanë thonë, po më vynë me bo një operë me qëtë libreto, dëmë thonë, ose me qëtë vepër, prej qësaj poezie, edhe e ka pagu, i ka thonë, më vynë me ma kry si, kur e thirë mjeshtin me ta kry një punë, e ka pagu edhe kisha, shumë shpesh ka qenë edhe ajo që i ka komisionu këto opera dhe i ka pagu autorët për me bo opera. Për që ata edhe shumica operave janë edhe kishtare, se ata i kanë pas paret. Dhe më thonë që ashtu ka qenë një ekonomi, se e sotit, më vërtet, kër e pagu ndikon me ta bo një kongë, një familje. Qashtë, Qashtë, i bja.